Kush është ai I cili thret me këtë thirrje duke thënë ja ibn Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama, thumma astaghfartani laghafartu laka wala ubali? O biri Ademit, në qoftë se mëkatet e tua kanë mbuluar kupën e qiellit dhe kanë arritur deri në kulmin e qiellit, nëse ti kërkon falje Zotit tënd, Allahu ty të fal. Kush është ai I cili thret me këtë thirrje duke thënë ja ibadi innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum? O ju robët e mi, ju po më mëkatoni mua ditën dhe natën, por në qoftë se ju kërkoni falje, unë juve ju falje dhe për këtë nuk e kam dert hiç. Kush është ky thirrës? Ky thirrës është krijuesi jon, është sundimtari, el-Malik, është falsi, bujari, fisniki, mëshiruesi, mëshirbërësi, Zoti jon, Allahu te bareke ve taala, ai I cili neve na krijoi në formën më të mirë, vetëm që unë dhe ti ta adhurojmë Zotin tonë te bareke ve taala. Të gjitha hamdet falënderimit I takojnë Allahut Azza wa Jall, salavatet ja dërgojmë, ja adresojmë të dashurit tonë profetit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Të dashur vëllezër besimtarë, keni dro Zotin e juaj, keni frikë Allahun te bareke ve taala dhe dijeni se çështja më madhështore që ka mundësi me mbush zemrën e çdo secilit prej neve, synimi më I lartë dhe bujaria më fisnike është pastërtia e zemrës, falja e mëkateve dhe shpëtimi në ditën e llogarisë. Njeriu në vetveten e vet është një qenje që gabon dhe harron shumë shpejt. Dhe për këtë tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata wa khayrul khata'in at-tawwabun. Tha pejgamberi alaihi salam, çdo biri I Ademit është gabimtar, por më I miri prej këtyre gabimtarëve është ai I cili kthehet Allahut Azza wa Jall. Kjo argumenton dhe aludon se njeriu dhe çdo secili prej neve jemi pjesëtar të mëkateve, si I vogli ashtu edhe I madhi, si I dituri ashtu edhe I padituri. Por dallimi ndërmjet këtyre njerëzve është se kush e bën angazhim dhe preokupim vazhdimi në mëkat dhe kush e bën vazhdim dhe preokupim në faljen e mëkateve. Andaj, ku janë ata të cilët I kanë mëkatuar Allahut? Ku janë mëkatarët dhe gjënaçarët të cilët dojnë të kthehen tek Zoti I tyre te bareke ve taala? Kush është ai I cili e shtrin dorën e tij të pendimit natën që të pendohet mëkatari ditës? Kush është ai I cili e shtrin dorën e tij të pendimit ditën që të pendohet mëkatari natës? Kush është ai I cili thret me këtë thirrje duke thënë hal min sa'ilin fa'u'tiyah, hal min mustaghfirin fa'aghfir lah? A ka ndukush I cili lutet që unë t'ju përgjigjem lutjes së tij? A ka ndukush I cili kërkon falje që unë ta falja atë? Kush është ai I cili thret me këtë thirrje duke thënë ja ibn Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama, thumma astaghfartani laghafartu laka wala ubali? O biri Ademit, në qoftë se mëkatet e tua kanë mbuluar kupën e qiellit dhe kanë arritur deri në kulmin e qiellit, nëse ti kërkon falje Zotit tënd, Allahu ty të fal. Kush është ai I cili thret me këtë thirrje duke thënë ja ibadi innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum? O ju robët e mi, ju po më mëkatoni mua ditën dhe natën, por në qoftë se ju kërkoni falje, unë juve ju falje dhe për këtë nuk e kam dert hiç. Kush është ai I cili thret me këtë thirrje të fuqishme ku thot qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah? O ju robët e mi, të cilët e keni ngarkuar veten e juaj me mëkate dhe gjunahe, mos e hubni shpresën tek mëshira e Allahut, se më të vërtet Allahu është falës. O vëllazër, kush është ky thirrës? Ky thirrës është krijuesi jon, është sundimtari, el-Malik, është falsi, bujari, fisniki, mëshiruesi, mëshirbërësi, Zoti jon, Allahu te bareke ve taala, ai I cili neve na krijoi në formën më të mirë, vetëm që unë dhe ti ta adhurojmë Zotin tonë te bareke ve taala. E njeriu I mëkaton Zotit e tij, por ai pendohet tek Allahu dhe troket në derën e pendimit dhe thot ja Rabb, o Zot, kënaqësia ka kaluar, epshi ka përfunduar, por kanë mbetur etheret dhe gjurmët e mëkatit, kanë mbetur dënimi dhe pushtrimi I mëkatit. Ky njeri në këtë çaste ndihet I hidhruar, I mërzitur, I pikëlluar, sepse I ka mëkatuar Allahu te bareke ve taala.
I ka mëkatuar Allahut Azza wa Jall, i ka mëkatuar krijuesit e tij te bareke wa taala. Por ky person do të vijë një moment, një kohë që do ta kupton të vërtetën, sepse shikon nga ana e tij e djathtë, do të sheh se shpirti dhe nefsi që e ka ndërguar në vepra të liga e kanë tradhuar. Shikon nga ana e tij e majt, do të sheh se shejtani e ka braktisur dhe do të vërtetohet në këtë çast se i vetmi strehim dhe vend qëndrim i vërtet qen ka tek Allahu Azza wa Jall, dhe vend strehimi dhe vend qëndrimi më i vërtet qen ka tek ai i cili po e shtrin ka dorën e tij të pendimit ditën dhe natën, që të pendohet mëkatari i ditës dhe i natës. E kur njeriu pendohet tek Allahu, Allahu ja fal mëkatet e tij, ja fal gjunahet e tij dhe ja mbulon tëmetet e tij. Ky njeri në këtë çast do ta kupton të vërtetën e faljes, bujarisë, dhuntive të mëdha të cilat Allahu te bareke ve taala i dhuron robërve të tij.